Aderimi i deputetit të Partisë Unike Gorane, Adem Hoxha, në grupin parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka shkaktuar reagime të forta në opinionin publik dhe politik në vend, megjithëse kjo lëvizje mundson AAK-s që të formojë grup parlamentar të vetin me 6 deputet, ajo është përballur me kritika të ashpra, veçanërisht për shkak të lidhjeve të raportuara të Hoxhës me listën serbe dhe figurën kontroverse të Milan Radojčićit. Pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, nisma socialdemokrate ndonë se kishte garuar në një listë të përbashkët me AAK-n, vendosi të mos bashkohet në të njëjtin grup parlamentar, duke e lënë partinë e Haradinajt me vetëm 5 deputet, një numër që nuk përmbush kriterin për formimin e një grupi parlamentar, sipas rregullores së kuvendit. Në këtë situatë, deputeti Adem Hoxha vendosi të bashkohet grupit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke e çuar në 6 numrin e deputetëve të saj dhe duke mundsuar kështu formimin e një grupi të plot parlamentar. Kryetari i AAK-s, Ramush Haradinaj, konfirmoi hapjen ndaj deputetëve të komuniteteve që nuk janë pjesë në një grupi parlamentar, duke mos e përjashtuar mundësinë e bashkëpunimeve të mëtejshme. Jemi të hapur për këtë deputet e komuniteteve që s'kan grup, që të na bashkohen, me qenë që edhe ne ashtu na mungon një deputet në grup, po jemi të hapur për Ademin edhe për tjerë në shekallë. Po duket po, kemi filluar një marrëdhënie të përbashkët, ai e konfirmon vetë, po ne jemi të hapur, edhe për të edhe për tjerë, nëse ata s'kan grup e ne na mungojnë deputet, janë në shallën. Ndërkohë, aderimin e tij e konfirmoi edhe vetë deputeti Hoxha, i cili tha shkurt për mediat se po, është e saktë, jam në grupin parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Kjo lëvizje politike u cilësua si e papranueshme nga analisti politik Faton Mehmeti, i cili reagoi me tone të ashpra kundër Haradinajt dhe vendimit për ta përfshirë Hoxhën në grupin parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Mehmeti ngriti shqetësime të mëdha për lidhjet e mundshme të Hoxhës me listën serbe dhe me Milan Radojčićin, një figurë e njohur për aktivitetet e tij të dyshimta dhe ndikimin e tij të dëmshëm në stabilitetin e Kosovës, e gjithashtu i njohur si organizatori i sulmit të Banjskës, ku mbeti i vrarë Reshteri Afrim Bunjaku. Nuk më befason asnjë veprim i Ramushit, qysh kur ka takuar Radojčićin në zyrë të kryeministrit, nga atëherë nuk më befasojnë më veprimet e tij. Edhe pse Adem Hoxha është i afërt me listën serbe që e kontrollon Radojčići, ardhja e tij në grupin e AAK-s është vetëm për të mbajtur gjallë këtë grup parlamentar, deklaroi Mehmeti. Ai shtoi se kjo lëvizje tregon mungesë të theksuar të parimeve dhe etikës politike. Kur humb morali politik, njeriu nuk di më çfarë bën dhe si vepron. Lavdia e ushtarit Ramush përfundoi në turpin e politikanit Haradinaj, u shpreh Mehmeti. Duke vijuar me kritikat, Mehmeti theksoi se përfshirja e një deputeti, që sipas tij shërben një strukture e cila nuk e njeh shtetin e Kosovës, është veprim i pajustifikueshëm. Kështu ndodh kur ndërgjegjja jep shpirt dhe interesi të verbon arsyen. Adem Hoxhas duhet ishte pranuar. Ky njeri as nuk meriton të jetë deputet sepse i shërben një liste që nuk e njeh shtetin e Kosovës dhe që e lufton çdo ditë në të gjitha mënyrat, përfundon Mehmeti analizën e tij. Ndërkohë, ky zhvillim po shihet nga disa si përpjekje e AAK-s për të mbjetuar politikisht dhe për të ruajtur një prezencë më të fuqishme brenda kuvendit të Kosovës. Megjithatë, mënyra se si është arritur kjo përbën një çështje thelbësore për diskutim në raport me legitimitetin politik dhe etikën e përfaqësimit. Aderimi i Adem Hoxhës dhe mbështetja e AAK-s për këtë veprim po shkaktojnë ndarje në opinion, ku një pjesë e konsiderueshme e publikut dhe ekspertëve të politikës e konsiderojnë si hap të rrezikshëm dhe të motivuar nga interesa të ngushta politike, pa vlerësuar pasojat për legitimitetin institucional dhe për imazhin e AAK-s si parti. A do t'i kushtoj kjo lëvizje Aleancës në skenën politike të Kosovës, apo do të përkthehet në përfitim afatshkurtër parlamentar? Kjo mbetet të shihet në javën e vijim, ndërsa zhvillimet e reja në kuvend vazhdojnë të ndjekin një dinamik gjithnjë e më të paparashikueshme.